4 persona janë arrestuar nga policia e Tiranës si dhe një vajzë është shpallur në kërkim. Ky grup ishte kthyer në tmerrin e qytetarëve në zonën e Unazës së Re dhe në Vorë. Kjo për faktin se të arrestuarit dhunonin kalimtarët dhe më pas u merrnin telefonin dhe sendet me vlerë. Policia ka vënë në pranga Fation Bushgjoka, 26 vjeç, Due Bushgjoka, 24 vjeç, Elton Lekë, 19 vjeç, 17 vjeçarin Abësi dhe shpallur në kërkim një vajzë me inicialet RL. Por cila ishte skema që përdorte ky grup? Fillimisht ishte vajza me inicialet RL, e cila dalonte qytetarët në rrugë duke u kërkuar celularin për të bërë një telefonat. Më pas, Fation Bushgjokaj, Due Bushgjokaj, Elton Leka dhe 17 vjeçari AB ushtronin dhunë ndaj qytetarëve, i vidhnin sendet me vlerë si telefoni, varse, ora dhe vlera monetare dhe largoheshin me një automjet të tipit Fiat të marrë me qira. Ky grup kishte kryer 7 vjedhje të dokumentuara tashmë nga policia, kryesisht me zonës së Unazës së Re, Vorës dhe në Kamës. Prej këtij grupi nuk ishin femrat, por kryesisht burrat. Nga 7 vjedhje që kishin kryer, 6 prej personave që janë grabitur dhe janë dhunuar kanë qenë meshkuj. Sipas policisë, kjo skem përdorej pasi burrat ishin të gatshëm për t'ia dhënë telefonin vajzës me inicialet RL. Në momentin e arrestimit të rinjve, u janë gjetur 7 telefona të markave të ndryshme, një varse floriri si dhe 4 kuleta. Disa prej telefonave dhe sendeve me vlerë të arrestuarit i kishin groposur në një shtëpi të braktisur në Kamës.